va përkujtojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos u nervozo. Mos u nervozo, mos u nervozo. Në Ramazan njeri domethën i angazhuar me punë, nxehtë i madh, vështirësia e agjërimit, njerëzit me problemet e veta, i dhnohet, zemrohet, nervozohet në autobus, në ambulant, të pritren, shalter, të kryer një punë, themi mos u nervozo. Mos lejo që në këtë Ramazan të dhnohesh me dikën, nervozohesh me dikën, zemrohesh me dikën. Bënu zemron, bënu babaxhan që themi na, bënu njëri që u fal, se Ramazani është muaj i faljes. Ke parasysh këtë porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos u nervozon në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Andaj në këtë prag të iftarit nalu dhe mendo, çka fiton nëse nervozohesh? Edhe çka humb nëse nervozohesh? Nëse nervozohesh nuk fiton asgjë, a nëse nervozohesh dhe i dhnohesh me njerëzit hub sevape, hub shpërblime, hub njerëz, hub shok. Mos u nervozo. Shpenzoj Ramazanin për të edukuar veten që mos nervozohesh. Zoti na bëft të tillë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.